Zamira, me qenë se të kemi për herë të parë në emision, ta nisim që nga fillimet e tua. Ne në Shqipëri të mbaj mend që tek festivali i Shkodrës, kur kënduar një këngë shumë ritmike. Sa vjet u bë, domethënë, që nga ajo kohë që ti po merresh me muzikën? Unë kam filluar, domethënë 4 ose 5 vjet që kam qenë. Por në adoleshencë kam pauzuar, prandaj në atë kohë nuk kam qenë në karrierë intensive, domethënë. Dhe nuk mund të them se kam kënduar qysh nga ajo kohë, por ja që muzikën gjithmonë shumë e kam dashur dhe kam ditur se një ditë do të bëhem këngëtare dhe do të mirem me këtë punë si me profesion tim. Aq më tepër që ju edhe në familjen tuaj keni patur muzikant, kështu që keni qenë në kontakt të herpasershme të besoj. Po qysh nga fëmiria unë jam rritur me telefonatat adhuruesit që vinin për Adelinën, jam rritur me muzikë, me këngët e saj dhe gjithmonë dashuria ndjehet. Prandaj edhe unë kam ndjerë që edhe unë dua të bëj atë, sepse ndoshta nuk e di, ndoshta me një mënyrë më është imponuar, por nuk ka qenë kështu, ka qenë me qejf, domethënë nuk ka qenë me zor. Ne themi me zor zi që thonë. Kështu i themi edhe ne. Dhe punët tuaja të para, cilat kanë qenë? Domethënë pas kohës të fëmijërisë. Po unë kam startuar dikon 2001-2002, pastaj në 2003 kam përfunduar albumin tim të parë, i cili doli në shitje, këngën Gajde Gjiu, kam bërë klip, pastaj këngën Kokaina, duetin me Adelinën, spotin Partizani Vogël, pastaj në vitin 2006, domethënë vitin e kaluar, albumin e dytë, klipin as i fundit as i pari, ndërsa këtë vit gjithsesi do të jem me një këngë dhe shpresoj të pëlqyet, por që ka kohë deri ndoshta në korrekt, nuk e di. Dhe zakonisht me kë bashkëpunon për të realizuar këngët e tua? Bashkëpunëtorët nga albumi i parë, në albumin e dytë kanë ndryshuar shumë, domethënë kam pasur totalisht bashkëpunëtorë të ndryshëm. Në albumin e dytë, Poeceki pasi që ka qenë asnjë vit nuk i ka që ka dalur në treg, ka qenë Flori Mumajesi, ka qenë Florent Boshnjaku nga Kosova, Ilir Berani, për ndryshe burri i Gilit, kush ka qenë tjetër? Artan Kastrati, Avni Qaili, ka qenë Beka e të tjerë. Edhe shumë, dhe këngët të cilat kanë qenë të gjitha hite pothuese. Është dashur shumë punë? Drejtën të them, unë kam punuar dikun më shumë se një vit për këtë album, sepse nuk kam dashur që ta fus në album në shitje dhe ti punoj këngët për 2 muaj, sepse mendoj se nuk mund të jenë kualitative. I kam bajtur gjatë kur i merja këngët nga kompozitorët, i mbaja në gjatë në shtëpi, i ndëgjoja, frikohesha se mos mi kanë shitur të vjedhura nga shtetet anash, edhe ja u lësha gjithve, e ke ndëgjuar këtë këngë si po duket, si po të pëlqen, prandaj edhe ka pasur këngë të pëlqyera sepse kam punuar gjatë në to. Edhe rezultati është parë tashmë. Po për sa i përket videoklipeve të tua, me një numër tashmë i përmendë pak më parë, por një numër sa ka arritur numri i videoklipeve? 1, 2, 3, 4, 5 deri tash. Dhe zakonisht bashkëpunon me të njëjtit apo edhe këtu ke eksperimentuar me të ndryshëm? Klipi i parë dhe i dytë edhe me Adelinën kanë qenë të punuar në Shkup, pasi që mund të them që kamerat e tyre janë më të mira, jo se ka ndonjë gjë speciale te këta. 2 klipet e fundit i kam punuar në Gjilan në Kosovë, edhe në Prishtinë, dhe kam dalur e kënaqur, por videoklipin e ardhshëm nuk e di nëse do ta punoj në Kosovë. Në Shqipëri të kishim parë, domethënë siç e thamë në fillim, që në kohën e festivalit të Shkodrës. Edhe u shfaqe përsëri pas shumë vitesh në Top Fest. Pse kjo periudhë kaq e gjatë pa ardhur, aq më tepër që ke pasur goxha adhurues edhe këtu? Është e vërtetë se ka pasur domethënë pauzë të madhe për festivalet në Shqipëri, sepse këngëtarët kosovarë dhe ata të Maqedonisë, shqiptarët e Maqedonisë, vinë shumë në festivalen e Tiranë, pasi që kanë organizim më të mirë, mund të them. Unë kam pasur ftesa për drejtën të them paksa pritoja që kështu thoja, më mirë nxjerr një klip dhe do të ketë sukses. Por kur mora ftesën nga Top Channel që të marr pjesë në Top Fest, Top Festi më ka pëlqyer edhe më herët sepse mendoj